Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete për të sjellur pranë jush këtë herë një letër dhe një rrëfim shumë të dhimbshëm. Letra që do të ndaj me ju sot është një letër që më ka ardhur në emailin tim nga një djalë nga Shqipëria, i cili tregon atë kolapsin e madh që është krijuar në jetën e tij. Ndonjëherë shumica, sidomos në ditët ku ne jetojmë, mua më duhet fatkeqësisht ta them këtë gjë, mendojnë që të qenurit i martuar është zgjedhja më e dur, por ndoshta nga keqpërdorimi i tepërt që këto vajzat e reja po bëjnë në martesat e tyre, shumica prej tyre, sepse nuk është një ajo që, dhe nuk janë të gjitha ato që e bëjnë, ndoshta i çojnë të rritë edhe drejt mendimit që të mos të vendosin për të bërë një akt të tillë të rëndësishëm, një akt që vërtet është një akt i madh. Dhe rrëfimi që do ta ndajmë sot bëhet pikërisht fjalë për këtë histori, domethënë për këtë djalë i cili tregon vështirësitë e jetës, dhimbjet e mëdha që tashmë janë krijuar në familjen e tij. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë rrëfim jam një djalë nga Shqipëria. Dhe sot jetoj në Greqi. Dua ta nis këtë rrëfim me momentet më të bukura, apo shkurt ato momente kur në familjen tonë 2 vite më përpara morën fund. Kam jetuar shumë i lumtur, kam jetuar i gëzuar, kam jetuar duke u kënaqur dhe kam jetuar duke gëzuar familjen time. Nëna ime ka qenë një grua që ka respektuar jashtëzakonisht gjyshen time. Dhe unë u rita në një kulturë edhe në një traditë që respekti duheshte të jeti patjetërsueshëm, duheshte të jeti pa konsiderueshëm. Nëna ime e ka dashur gjyshen time sikur të ishte nëna e vet. Gjyshja luteshte çdo ditë që Zoti, i thoshte ti me mës, të sjellte një nuse ashtu siç të solli ty në jetën time. Ishin lutjet më të bukura që mund të bënte një nën, një gjyshe. Dhe ne në fakt të gjithë i gëzoheshim kësaj lutje të gjyshes. Kemi jetuar shumë të lumtur, ndoshta në atë kohë kur nuk e vlerësonim lumturinë. Dhe prindërit, duke më patur djalë të vetëm, vendosën që të më fejonin pas një eksperiencë dashurie që unë kisha me vajzën në fjalë. Fillimisht ne jemi njohur në shkollën e mesme, kemi ndarë kohën bashk, jemi argëtuar. Kanë qenë ditë shumë të bukura tonat, kanë qenë momente shumë të bukura tonat. I kemi shijuar në maksimum. Dhe vendosëm që atë dashurinë t'ja shpërblenim vetes me gjën më të shtrenjtë, me martesën. Fillimisht një herë bëm një celebrim të thjesht, një fejes, më pas vendosëm që të martoheshim. Vendosëm që të nisnim një rrugtim që nuk është edhe i thjeshtë, është një rrugtim me bar, me peshë, që duhet me patjetër të jesh i vendosur për atë gjën që bën. Fillimet ishin shumë të mira. Çdo gjë ishte në rregull, çdo gjë shkonte mirë me lumturi, deri në momentin kur gjërat filluan që të krisen. Gruas time i pengonte shumë të qëndronte me nënën time. Ajo nuk mundeshte që të rinte vetëm me të, nuk mundeshte që të jetë me të në shtëpi, sepse gjithmonë kriste një luftë, kriseshin dinamikat. Ishte një stres i madh për të dhe gjatë gjithë kohës ushtronte presion të madh tek unë. Një presion që ne nuk e kemi ndjerë në fakt në jetë. Dhe u bë jeta pak si e tepërt. Nuk më qëndroheshte më në atë ambient. Ditët kalonin, kërkesat
të bashkëshortes bëheshin edhe më të këqija, me thënë kërkonte përtej mundësisë që kishim, dëshironte një jetë më lukse, dëshironte përditshmëri më lukse, ndërsa nëna ime mundoheshte që ta tejkalon këtë gjën dhe të mos ndikohet nga situata jonë, sepse mos respektin që kishte ndaj nënës time, ajo e nxirrte në zënk me mua. Dhe për mua kjo ishte e tmerrshme, ishte e paimagjinueshme. Ishte shumë e vështirë. Nuk dija se çfarë të bëja dhe ku t'ja mbaja. Tensioni në shtëpinë tonë kishte rënë, një shtëpi që ishte pozitive, një shtëpi që jepte dashuri, një shtëpi që jepte energji të mirë, ra në një shtëpi që shkatërrohej çdo ditë nga pak dhe askush nuk e kuptonte pse bëhej kjo gjë. Arritëm deri në atë ditë që gruaja ime më tha që do të marrim fëmijët edhe do t'ikim. Do t'ikim tek motra ime në Greqi, na ka gjetur edhe punë dhe dua të sistemohem atje. Nuk mundem më që të ri këtu me nënën tënde. Ashtu vendosëm. Nuk mundesha mund të flas. Do të thënë ai njeriu që kishte zëri në shtëpi, ai njeriu që dëgjohej në shtëpi nuk mundeshte më të fliste. Dhe kjo krijonte një lloj lufte, krijonte një lloj dinamike. Ikëm në Greqi, po bëjmë 2 vite këtu që kemi ardhur. Jetoj në një jetë shumë të vështirë, sepse nuk mund të jemi lumtur kur e di që në vendin tim kam lënë njerëz me zemër të thyer. Kur flas me ti me më në telefon, e më thot që kënaqu ty për ne nuk ka rëndësi, rëndësi ju t'jeni mirë. Janë fjalët e një nënës që ushtron drejt fëmijës së saj. Por unë shpirtërisht nuk jam i qetë. Gruas time nuk intereson fare qoftë as edhe një telefon, jo më shumë, t'i bën vjerës së saj për respekt. Nga ana tjetër, unë çdo natë jam në dhimbje të mëdha, shoh dhe ëndra, sepse mendoj që kam bërë krimin më të madh në jetë. Kam hedhur nënën time në rrugë. E shkruajta këtë letër ndoshta për të hapur pak zemrën, edhe për t'i them ato vuajtje shpirtërore që i kam në shpirt që në të vërtet nuk di kujt t'ia them. Nuk di me këtë hap shpirtin dhe nuk di me këtë bisedoj. Është shumë e vështirë për mua, por një realitet që unë duhet tashmë ta pranoj. Ndonjëherë i them vetes që ke bërë zgjedhjen e gabuar, por është dhimbja e fëmijëve se ku të shkojnë. Nuk di se nga t'ja mbaj. Ndoshta një ditë fëmijët e mi do të ma bëjnë të njëjtën, por a do të kem unë fuqi ta përballoj ashtu siç e përballon i me më. Në fakt, kjo është letra e këtij djali i cili me shumë dhimbje, me shumë emocion, e ka shkruar këtë letër dhe ka treguar atë shqetësimin e madh të tij që ka për familjen.